Dritan, do ta nisim me një lajm I cili në një farë mënyre është një deklarat e admiralit Giuseppe Cavo Dragone, që është edhe, le themi, drejtuesi I Komitetit Ushtarak të NATO-s, dhe kjo vjen si informacion nga Financial Times, nuk është se kemi të bëjmë me një burim jo serios, I cili thotë që ndoshta ne duhet të, le themi, të veprojmë në mënyrë më agresive se sa kundërshtari ynë. Pra, ideja është që sipas tij aleanca po diskuton mundësinë e një asaj që konsiderohet preemptive strike ndaj Rusisë për shkak të luftës apo si kundërpërgjigje të sulmeve hibride që ka bërë Rusia. Ky është admirali, si e vlerëson këtë deklarat dhe vendimin që mund të vijë nga NATO për të, le të themi, për t'ju kundërpërgjigjur me akte luftës hibride të Rusisë sipas admiralit. Deklarata e admiralit vazhdon të jetë në atë vazhdën e deklaratave politike që tashmë vendet e Bashkimit Evropian anëtare të NATO-s po bëjnë, pasi ka prej disa kohësh, paktën prej 3 viteve e gjysmë që Bashkimi Evropian dhe pjesa e NATO-s evropiane, pra përjashto Shtetet Bashkuara të Amerikës, pjesa tjetër e NATO-s nuk janë më subjekt I politikës ndërkombëtare, po janë objekt I politikës ndërkombëtare. Pra nuk janë ata që përcaktojnë gjërat, për ta tash I përcaktohet. Nuk janë në tavolinë, po janë menu. Janë subjekt, janë objekt. Nuk janë tavolinë, po janë menu, është I shprehje kështu. Okej, shqip, po nuk janë tavolinë, po janë menu. Pra s'janë më subjekt, po janë objekt. Dhe duke qenë se janë objekt, po mundohen në të gjitha format dhe mënyrat që të prishin punë për paqen, për të vendosur një paqe, një armëpushim, diçka tjetër në Ukrainë, për të qenë edhe këta pjesë e çdo tavoline dhe në këtë pjesë këta tavoline nuk e bëjnë dot pa përfshirje të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por le të marrim me radhë, deklarata e generalit ka të bëjë me një deklaratë që unë do ta quaj një deklaratë e papërgjegjshme, për arsye se e para nuk bazohet në asnjë vend. Ajo çfarë generali thotë, sipas gazetës që ka thënë generali që sulmet me drona dhe sulmet hibride, ajo nuk është vërtetuar, biles me datë 28 nëntor, një revista Trow, nuk e di regjia, ta nisa atë, po nuk e di a e sollën. Një revistë analitike në Holland ka bërë një kjo duhet të jetë. Kjo ka bërë një analizë, revista Trow ka bërë një analizë të pothuajse 6 jetë raportimeve të gjoja incidenteve me dron që ka ndodhur në Evropë dhe në të gjitha këto nuk ka arritur të gjej as edhe një evidencë për përfshirjen e Rusisë në të gjitha këto mbi cilat është bazuar generali. Pra, është nga hiçi, pra thjesht e para nuk ka bazën reale. E dyta, kur generali thot luftë hibride, pra për atë çfarë bën Rusia, atëherë generali është në atë që thot mos bëni si bëj unë, po bëni si them unë. Kjo është në aspekt sepse prej 2014-s NATO ndodhet në Ukrainë dhe prej 2014-s NATO e furnizon, e trajnon, e drejton ushtrinë ukrainase, I jep armatim, I jep gjithçka dhe në gjithçka çfarë NATO ka bërë prej 2014 deri më sot, po vriten ushtar rus. Pra Rusia po humbet njerëz të saj në përballje me NATO në Ukrainë. Ka Rusia po përballet me NATO në Ukrainë? Absolutisht, dhe këtë se them unë, këtë tashmë e kanë pranuar edhe zyrtarët NATO-s. Pra përballje është Rusi-NATO në Ukrainë. Nuk ka asnjë përballje tjetër. Dhe NATO ka prej 2014-s që jep Ukrainës armatime, municione, trajnime, e komandon në të gjitha I organizon të gjitha llojet e operacioneve ushtarake që ka bërë për arsye se NATO ka ngritur një komandë të posaçme në Vizbatën të Gjermanisë, ku drejton operacionet e luftës të Ukrainës në Ukrainë kundër Rusisë. Pra NATO është e gjithë angazhuar totalisht në këtë luftën. Pavarësisht se NATO është angazhuar, por nuk është se ka dalë, le të themi, drejt për drejt. Kur ti je I angazhuar, pra mbetemi te lufta hibride. Pra te fjalët e generalit. Generali flet për luftë hibride. Lufta hibride do thotë që jo të angazhuar drejt për drejt, dakord? Pra NATO ka prej 2014-s bën luftë hibride kundër Rusisë në Ukrainë. Dhe tashmë këta thonë që për shkak të një lufte hibride që pretendohet, por që nuk është e vërtetë, po e zëm edhe se do të ishte e vërtetë, që Rusia bën, atëherë Rusia po ja kthen NATO-s me të njëjtën monedhë që NATO ka që 2014 që po I bën Rusisë.
Pra kemi një luftë hibride të NATO-s në Ukrainë ndaj Rusisë, po vdesin ushtar rus. Dhe Rusia? Dhe normalisht edhe ata kanë drejtën të kundërpërgjigjen. E para, e dyta, NATO është një organizat mbrojtëse, nuk është një organizat sulmuese. Po, prandaj ishte habitshme gjëja. Këto budalliqet që lëshojnë ta generalet bëhen kastile për të preemptive strike, do thotë sulm parandalues. Po, ky sulm parandalues do thotë që ti je ofensiv. Pra ti po merr një ofensiv mbi një për të mbrojtur. Nga ato që e konsideron luftë hibride. Po kjo është idiotësi totale, sepse njëjta gjë sulme parandaluese bëm edhe ndaj Irakut, dhe nëse njëshin sulme parandaluese bëm edhe Irakut në 2003, ishin sulme parandaluese ndaj Afganistan, pra gjitha sulme parandaluese, po nga kush? Pra ti nuk mund të supozosh që unë mendoj se ti do më sulmosh mua dhe më po të sulmoj pari. Po kjo është çmenduri, pra këtu jemi në nivelin e çmendurisë, nuk jemi në nivelin e logjikës fare. Dritan, çfarë do të thotë? Jemi dalë totalisht. Jo, çfarë do të thotë, domethënë çfarë pare më nëse nuk paralajmërojmë asgjë. Jo, nëse kjo po përdoret në një vendim të NATO-s. Nuk ka asnjë vendim të NATO-s në këtë aspekt. NATO nuk merr dot asnjë lloj vendimi. NATO nuk merr dot asnjë lloj vendimi. NATO ka degeneruar dhe ka përfunduar si organizat. Totalisht. Është totalisht e pavlefshme, qoftë politikisht, qoftë ushtarakisht. Aktualisht NATO nuk ka asnjë vlerë më, as ushtarake, as politike, as për Evropën, as për botën dhe as për kënd tjetër. Kjo që këta po përdorin, nuk është për kjo po përdorin në mënyrë që duke folur për të gjitha për këto gjëra, pra duke bërë gjoja presione, por nuk i bëjnë askujt dot presione me këto gjëra, është që të nxisin Rusinë që Rusia të bëjë një veprim. Pra, duke qenë se këta të thonë neve po sulmojmë paraprakisht Rusinë, se ajo do na sulmoj, atëherë Rusia ti sulmoj këta paraprakisht. Dhe në moment që Rusia të sulmoj këta paraprakisht, atëherë këta ta shfrytëzojnë këtë për të hapur luftë dhe në këtë moment Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë detyruar të bashkangjiten kësaj çmendurie që NATO do të bëjë luftë me në asnjë mënyrë tjetër. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i bashkangjiten kësaj. Pra gjitha çfarë po bëjnë tashmë këta, po bëjnë për shkak për të prishur të gjitha llojet e bisedimeve që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke bërë me Ukrainën. Para 2 ditësh Shtetet e Bashkuara të Amerikës u ulën në Florida, pra të gjithë ata që ulën në Florida ishin qytetarët e Floridës, pa përjashtim, pra qoftë ukrainasit, qoftë amerikanët. Pra ulën qytetarët e Floridës dhe bënin diskutonin për çështjet e Ukrainës. Shumë interesante kjo gjë që ndodh për paqen në Ukrainë. Po thuaj qytetar me pasaporta. Qytetar me pasaporta, me gjitha janë si të gjithë ta që shef nga ana e Ukrainës, e të gjithë ta që shef nga janë qytetar të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të Floridas. Të gjithë. I pari u merodhi me gjithë familje. Pra janë ulur qytetarët e Floridas për të diskutuar për Ukrainën. Dhe me njëherë pasaj ulje, të nesmen del generali dhe del me këtë deklarat. Pra, mundohen në të njëjtat me gjitha format dhe mënyrat që të prishin çdo lloj mundësie të arritjes të një paqe në Ukrainë. Një paqe e cila, siç thash, do ta linte NATO-n, këtë NATO, të evropiane dhe këtë Evropë, objekt dhe jo subjekt. Si mund ta prishi Dritan? Sepse e prish pra sepse në rastin që ti sulmon, në rastin që juve thoni, jo, ideja është çfarë nën kupton se për ata që na dëgjojnë, domethënë duhet që të kuptojnë këtë thelbin e një goditje parandaluese nga NATO për shkak të luftës hibride të Rusisë. Nuk ka asnjë mundësi NATO që të bëjë një goditje parandaluese ndaj Rusisë, pra asnjë goditje, ndash parandaluese, ndash sulmuese, si të duash quaje. NATO sot, kjo NATO që është sot, nuk mundet të bëjë asnjë goditje si NATO kundër Rusisë. Zero e ka mundësin. Pse? Sepse duhet të 32 shtetet anëtare të votojnë pro kësaj gjëje. Pra do votën e këtyre shteteve. Duhet vota 32 shteteve. Pse është me veto? Po absolutisht, është me veto, është vendim politik. Pra njëri nga këto shtete, njëri të votoj kundra, nuk funksionon asgjë. Prandaj NATO nuk mund të bëjë asnjë gjë. Praktikisht nuk mund të bëjë asnjë gjë. Janë thjesht deklarata politike. Praktikisht okay. Po jemi në një skenar ku këto 32, nëse NATO vendos, unë duhet të kuptoj, nëse NATO vendos të përfshihet në këtë nivel, nuk vendos, nuk ndodh. Nuk ndodh, hiqeni nga mendja, nuk ndodh, sepse nuk është vetëm një vend, janë disa vende që nuk e votojnë këtë. Amerika është e para, që nuk e voton. Absolutisht që nuk e voton. Hungaria është e dyta, Slovakia është e treta, Çekia është e katërta, Turqia është e pesta. Pra kja 5 shtete minimalja. Dhe Amerika dhe Turqia janë vendet kryesore të NATO-s. Që nuk absolutisht, pra këto nuk ta votojnë kur asnjë lloj sulmi, asnjë lloj lufte me Rusinë. Jo, dakord jam, dakord. Pra, kjo është totalisht dhe por të gjithë të loj, po e bëjnë këto vendet evropiane së bashku me Anglinë për të prishur çdo lloj mundësie që të detyrojnë Rusinë, pra duke folur kështu.
Këta mendojnë, dhe kjo është një mentalitet fëminor, pra nuk është e parë që është për të ardhur turp, që generalet e NATO dhe edhe ata politikanë e NATO kanë mentalitetin e një fëmije. Dhe mendojnë se duke folur në këtë mënyrë mund të detyrojnë Rusinë që Rusia të bëjë para një goditje dhe pastaj këta ta justifikojnë pastaj vendimarrjen për të sulmuar Rusinë. Se vetëm në atë moment mundet gjithë NATO të bëhet bashku, në rast se Rusia sulmon e para NATO-n. Por këtë analizë që bëjun këtu, juve të jeni të garantuar që rusët e kanë bërë edhe më parë. Pra edhe ata e dinë, siç po e themi ne këtu që 5 shtete që e kanë deklaruar që nuk shkojnë, mund të ketë edhe tjera që se kanë deklaruar dhe nesër nuk ta votojnë, kupton ti? Por 5 të deklaruara. Pra nuk funksionon. Unë insistoj për të kuptuar që në një përfshirje të tillë të NATO-s flas nuk ka përfshi NATO atë jemi në luftë. Jemi në luftë automatikisht. Jemi në një luftë. Por nuk ndodh, okay. Nuk ndodh. E para dhe ajo çka është kryesorja është këto deklaratat këtij generali, pra në këtë nivel të këtij generali bëhen në një moment kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përgatiten për një luftë tjetër. Pra përgatiten për një luftë në Venezuelë. Tash i mendoni juve kur ata përgatiten një luftë për Venezuelë dhe NATO këtej dhe disa të thënë general mundojnë të hapin një front tjetër Amerikës këtej. Pra kujt i shërben kjo? Nuk ka një pyetje thjesht. Pra për gjithë ata që janë pro-evropian, pro-NATO dhe nuk. Thonë kjo deklaratë e këtij zotëria, kujt i shërben? Pra i shërben Kinës, Rusisë. Nuk i shërben askujt. Pra këta, prandaj them janë fëminor dhe nuk kuptojnë rëndësinë e asaj çfarë thonë. Ndërkohë dritan Rusia po kalon plotësisht në një ekonomi lufte, regjia duhet ta kemë dokumentin aty. Buxheti ushtarak i Rusisë për vitin 2026 i firmosur nga presidenti Putin do të jetë 166 miliard dollar. Ai përbën 30% buxhetit shpenzimeve qeveritare etj. Është 2.8 herë më i lartë se ai 5 vite më parë, përpara fillimit të luftës në Ukrainë. Nuk është asnjë gjë kjo. Nuk po kalon buxhet lufte, është 38%, pra 38% e këtij buxheti do të shkojë për nevojat në këtë 38%. 30% buxhetit shpenzimeve qeveritare. Në këtë përfshihen edhe siguria edhe policia. Pra nuk është se është përfshirë komplet. Edhe shërbimet policore, edhe shërbimet e sigurisë që kanë ata janë përfshirë në këtë buxhet. Përfshirë në buxhetin e mbrojtjes, sepse rusët e kanë bashkë. E quajnë mbrojtje. Pra nuk është se e gjitha do shkojë për ushtrinë. Ndaj, për ushtrinë vjet në 2024 buxheti ishte 149 milion dollar. Dakor? Po. Për si vjet do jetë 166. Pra është vetëm 17 milion më tepër. 10% është shtuar. Nuk ka ndonjë shtesë të madhe që po bëhet jamë, por këta jo, ideja është po flasim për 2026-ën, ndërkohë që po flitet për plan paqe, nuk ka ndonjë shtesë. Rusia këto janë, nuk është ka të bëjë sepse kjo ndarja që është bërë dhe ky 30% që është nuk është do shkojë në luftën në Ukrainë. Pra të kemi një gjë të qartë. Pra ky 30% pjesa më e madhe është për blerje armatimi. Pra ata e blenë armatimin se vetë prodhojnë, vetë blenë. Pra ato frika është ideja me këtë lajm paralajmërohet që Rusia po kthehet në ekonomi lufte dhe nuk po kthehet në ekonomi lufte. Kjo është ideja. Në ekonomi lufte, se në ekonomi lufte kthehesh kur ti kalon mbi 50% e ekonomisë tënde ja çon ushtrisë. Këta nuk e kanë kaluar mbi 30% janë. Dhe në këtë 30% është edhe policia dhe se po ta lëmë gjithë sikur është ushtria 30%. Dhe është e përcaktuar atë në këtë 30% pjesa më e madhe është për blerje armësh të reja. Pla, ata po modernizojnë forcat e tyre. Pra, nuk kushton lirë të prodhosh armë hipersonike. Armët hipersonike kushtojnë shtrenjtë. Pra, këto janë blerje. Dhe nuk do të thotë që këto armë patjetër nesër do përdoren në Ukrainë luftë. Burevesnike, gjitha këto që janë bërë, oreshnike, gjitha këto. Pra, hyn në këtë aspekt, në prodhimin e këtyre. Pra, dhe këto armë nuk është se nesër do përdoren. Pra, ata po garantojnë veten e tyre për të ardhmen. Dhe në këtë buxhet është. Pra, nuk është buxhet lufte. Të mos e konceptojmë se nuk po shkon buxheti për luftën në Ukrainë, po shkon buxheti për nevoja ushtarake dhe pjesa më e madhe është për nevojat të industrisë ushtarake. Pra, pra nuk kemi ndonjë rritje dhe nuk kemi ndonjë ndryshim të madh, pavarësisht se Perëndimi po mundohet ta nxjerrë këto që buxhet luftë, jo, më nuk ka marr buxhet luftë, 30% nga 100% 30% i shkojnë nevojave të sigurisë dhe ushtrisë. Pra kaq është e përcaktuar qartësisht, është shkruar Zezamit Bardh. Dhe rritje kemi vetëm 10% për nevoja ushtarake. Pra për nevoja ushtarake, vetëm 10% nga 149 që e kishte vjet, është bërë 166 për pra 17 miliard dollar ka vënë më tepër. 10% është rritur.
Okej. Nuk kemi ndonjë rritje që ndërkohë Dritan në një kohë që Witkoff takohet me Putinin, Putin pretendon që iniciativën në zonën e luftës iniciativa strategjike është tërësisht le të themi në duart e Rusisë. Gjithashtu ai pretendon që është marrë Pokrovski dhe Vovchansk. Nuk e di çfarë informacioni kemi aktualisht për çfarë po ndodh në terren dhe ideja e Pokrovskut, cilin e kemi diskutuar shpesh. Nuk e kanë humbur rusët, e kanë pasur dhe nuk e kanë humbur asnjë ditë iniciativën strategjike në këtë luftë. Edhe në rastet kur ka ndodhur tërheqje e forcave tyre, ajo ka qenë iniciativë strategjike e rusëve dhe jo kundërsulmi marrë nga ana e Ukrainës për të marrë territore. Pra, Ukraina ka mundur të marrë ato territore që i ka lëshuar Rusia në tërheqje. Pra, vendimi për tërheqje ka qenë i rusëve. Nuk ka ardhur si pasojë e kundërsulmit Ukrainës. Kanë filluar tërheqjen e rusët dhe pastaj kanë kundërsulmuar Ukrainën. Pra, në këtë moment do thotë që iniciativa i përket atij që e ka bërë lëvizjen i parë. Dhe iniciativa gjithmonë ka mbetur. Përcakton Rusia apo thua se çfarë do të ndodhë? Iniciativa në terren ka mbetur gjithnjë e rusëve, pra iniciativa strategjike ushtarake në terren ka mbetur gjithnjë e rusëve dhe vazhdon të jetë e rusëve. Edhe sot e kësaj dite vazhdon të jetë e rusëve. Forcat ruse po ecin me atë rritjen e tyre, por ne kemi dhe ajo çka është interesante, pra gjithkush mund ta shohë me datë 1 dhjetor, gazeta The Kiev Independent me titull të mëdha shkruan se Rusia ka marrë 90% më shumë territore në nëndor sesa në tetor. Pra ja ku është. 80%. 90% më shumë. 90%. Këtë e thot po Kiev. Po e thot Kiev Independent, pra nuk po e them unë. Edhe data është 1 dhjetor. Që do të thotë që ofensiva është shtuar. Që ofensiva është shtuar dhe iniciativat, pra nuk kemi këtu pretendim të Rusisë, po është realiteti, pra pranon edhe Kievi, pra nuk po e thot Dritani, që mund të themi se Dritani nesër do të thot Dritani, po ja unë po lexoj këtë siç po lexoni edhe juve. Pra në terren, Pra është ajo që 90% më territor më shumë se sa në tetor. Pra do të thënë që iniciativa strategjike dhe shpejtësia e ecjes së forcave është më e madhe se sa ka qenë. Pra në kohën që diskutohet për një plan paqe, shtohet ofensiva. Ofensiva është shtuar dhe shtimi i ofensivës do thonë që kanë rënë kapacitetet mbrojtëse të Ukrainës. Pra nga tetori në nëndor, pra thot 90% më shumë territor se në tetor. Do të thënë që nëndori ka qenë shkërmoqe e mbrojtjes ukrainase. Pra ky është realiteti në terren i thënë nga Kievi dhe jo nga ne këtu. Që do thotë Dritan që pavarësisht asaj çfarë bisedohet, në fund është terreni ai që do ta përcaktoj. Pra çfarëdo që ti bisedosh në tavolinë, çfarëdo që ti ulesh, sado ti vësh ato pika, ti bësh 28, 280 pika. Terreni 19 i kanë bërë europian. Po 19 bëj sa të duash, 190 nuk kanë vlerë për arsye se është terreni ai që e përcakton. Pra me ecje në terren, një pjesë e pikave bie, ndryshon i detyruar sepse ndryshon realiteti. Pra ti do t'i përshtatesh realitetit. E qartë. Dhe çfarë do lloj bisede do të thotë që të gjitha llojet e bisedimeve, qoftë ato midis amerikanëve dhe rusëve, qoftë ato midis amerikanëve dhe ukrainasve, qoftë ato midis ukrainasve dhe evropianëve, nuk kanë asnjë lloj ndikimi në terren. Terreni aktualisht ju përket rusëve. Pra është e qartë e thënë nga Kievi. Nuk e thonë që sa kohë kjo parajmëron Dritan që sa kohë që Kievi apo Zelenski nuk e pranon planin, Rusia kjo ka një gjë. Për sa kohë perëndimorët nuk do të arrijnë të u flasin me një zë, për sa kohë perëndimorët do të vazhdojnë të prishin dhe të vënë shkopinë në rrota njëri tjetrit si puna e asaj deklaratës atij generalit Drago, atëherë Rusia do të vazhdojë të përparojë dhe kjo është vetëm në favor të Rusisë. Evropianët dhe gjithë perëndimorët duhet të kuptojnë një gjë, ose duhet të bëhen në një mendje dhe të ndalin këtë luftë, dhe të pranojnë realitetin, ky është realiteti. Pra ta pranojmë të realitet, ti ke një territor që e ke humbur dhe nuk ke kapacitetet ta marrësh, atëherë të ndalë thuaj okay, sepse duhet të kuptojnë gjë, edhe ukrainësit të kuptojnë gjë, që evropianët nuk po bëjnë luftë dhe nuk po i mshojnë luftës për nevojat e Ukrainës, po i mshojnë luftës për interesin e tyre, dhe interesin e tyre duhen të arrijnë deri te Ukraina si i fundit. Ndërkohë kjo që po ndodh Dritan, ajo që të bën përshtypje është që Ministria Gjermane e Mbrojtjes njofton që Pentagoni ka ndërprer komunikimin pikërisht me këtë ministri. Dhe këtë e njofton General Leutnant Christian Freuding, që të jemi sakt. I kemi shkruar thot ditë natë kolegëve tan, homologëve tan amerikan, por tani
nuk kemi asnjë përgjigje. Washingtoni thjesht nuk na është përgjigjur. Shto kësaj dhe faktin që Marco Rubio për herë të parë, jo për herë të parë, në raste shumë të rralla, do të mungoj në mbledhjen e ardhmet të NATO-s. Çfarë po ndodh, si ti lexojmë këto mesazhe? Gjë parasysh. Para duhet dim se çfarë mesazhe kanë shkruar gjermanët. Pra çfarë ju kanë kërkuar gjermanët kolegëve të tyre të Pentagonit. Pra për çfarë bëhet llaf? Po. Sepse duhet parë në varësitë asaj. Pra në varësitë asaj ne edhe mund të japim një përgjigje. Për sa kohë nuk e dim se për çfarë gjermanët e kanë pasur këtë komunikim intensiv me Pentagonin. Dhe në një moment caktuar Pentagoni ka ndaluar, atëre a ka të bëjë ky komunikim me çështjet e armatimit? Në rast se ky ka të bëjë me çështjet e armatimit në Ukrainë, atëre Pentagoni ka zbatuar një vendim të marrë nga presidenti Donald Trump, i cili është komandanti i forcave të armatosura të Shtetit Bashkuar të Amerikës, i ka përcaktuar qasisht që ne nuk japim armatim për Ukrainën. Në rast se doni blejeni juve dhe jepini juve. Pra kjo është e përcaktuar dhe në këtë moment çdo lloj komunikimi nuk ka çë komunikimi të ketë më, sepse është vendim politik, cilin forcat ushtarake janë detyruar ta zbatojnë. Prandaj po them, varet se çfarë komunikimi ka qenë. Për çfarë ka qenë komunikimi. Dhe pa ditur komunikimin, unë nuk mund të them që kjo është një gjë e madhe, në humbje e madhe, në diçka e madhe. Pra pavarësisht se mundohen ta bëjnë diçka, unë nuk mund të them që ka asnjë ndikim politik, për arsye se, siç thash, për Ukrainën ekziston një komandë e veçantë e bërë në Wiesbaden të Gjermanisë, pra ndodhet komanda. Aty marrin pjesë, komanda drejtohet nga komandanti, nga generali Donahu, që është edhe komandanti i forcave amerikane për Evropën. Pra në këtë moment çfarë do lloj gjëje që shkon për Ukrainën dhe kalon për Ukrainën, kalon nga kjo komandë dhe nuk ka nevojë pse amerikanët japin llogari dhe edhe Ministrisë Gjermane të Mbrojtjes në këtë aspekt. Jo, ajo që nuancat e këtyre dy lajmeve të paktën deri tani shkojnë në pikën që SBA-ja po tërhiqet nga roli i saj në NATO për sa i përket Ukrainës, ndërkohë që rusët avancojnë me, siç e lexuam, me 90% më shumë se sa tetori. Shtetet Amerikës janë tërhequr që ka ardhur Trumpi në këtë pushtet janë tërhequr nga kjo, pra nuk udhëheqin më të çjapin armatime nga xhepi i tyre, pra e kanë përcaktuar. Në rast se doni ndihmoni Ukrainën, i bleni armatimet, ja jepni. Ne anë Ukrainës nuk japim më, sepse me skandalet korruptive që po rezulton tashmë, ku nga 360 miliardë dollar që janë dhënë Ukrainës, diku rreth 60-70 miliardë janë zhdukur nëpër xhepat e Zelenskit me shok, automatikisht janë para amerikane të ikura. Plus që kemi të bëjmë një gjë, deri më sot evropianët po thonë, po ka një problem se evropianët i mësojnë kësaj gjëje dhe i mësojnë kësaj retorike të luftës. Unë mendoj personalisht që evropianët i kanë grabitur parat e ngrira ruse, pra ato 350 miliardë dollar ruse që ekzistojnë të ngrira, gjysma të tyre i kanë ato që kanë mundur të gjejnë, sepse nuk janë gjetur të gjitha ku janë. Dihet që janë kaq, po se një pjesë janë asete, nuk janë para. Pra ato para që janë, diku të rreth mbi 200 miliardë, unë mendoj që europianët i kanë grabitur dhe ato 200 miliardë që i kanë përdorur për armatim për gjithçka, ato kanë mbaruar dhe tashmë duan patjetër të hapin një luftë në mënyrë që nesër po ndoli paqja, nuk kanë s'ku t'i gjejnë parat për të dhënë rusëve, sepse në momentin që bëhet çfarë do lloj paqe, aktualisht sot, atëherë Rusia do i thotë, "Më jepni çik parat." Që i keni ngrirë, sepse bëhet shngrirje, pra këta s'kan ku i gjejnë parat, i kanë humbur. Dhe për këtë arsye unë mendoj që europianët po bëjnë çfarë do lloj, i kanë përdorur parat, gjë që nuk ka ndodhur as në luftën e parë as në luftën e dytë botërore, kjo gjë. Pra ka bërë luftë dytra botërore dhe parat njëra tjetrës nuk ja kanë marrë, kanë mbetur aty të ngrira deri në mbarim të luftës. Kjo është hera e parë që Evropa po vepron si një banditisk, si një organizat banditësh dhe i kanë harxuar këto para dhe tashmë nuk kanë si justifikojnë, nuk kanë ku i gjejnë këto para dhe ju intereson patjetër lufta dhe prandaj i frynë me çdo mënyrë retorikës luftës dhe përplasjes dhe janë të interesuar ta çojnë Evropën edhe në këtë gjendje, edhe pse dinë që nuk ka asnjë kapacitet për bërë luftë, ta çojnë në këtë gjendje, sepse duke bërë luftë nesër, atëherë çfarë do lloj të bëj lufta, sa do të zgjasë lufta, një javë, një muaj, një vit, nesër ti mbyll çdo lloj marrëdhënie me Rusinë dhe nuk i jep llogari as për paratë që ka, as për asgjë se ti thua dhe justifikosh, thua që gjitha paratë do t'i marrin, do t'i përdorin për të riparuar dëmet që na ke bërë neve në luftë. Ndërkohë që këto para me të vërtet nuk ekzistojnë më. Evropianët i kanë marrë këto para dhe kanë ky është mendimi im. Pra personal, po të them. E qartë. Ndërkohë, Dritan, jo vetëm Europa, po edhe Turqia është e shqetësuar për goditjet që ju bën disa anijeve, le themi tankers, se nuk e di se si quhen, që mbajnë naftëmbajtëse, po i them unë. Anijet cistern. Po, anijet cistern. Si e vlerëson
E para punës kemi të bëjmë me anije turke, kompani turke që transportojnë naftë ruse, si është nuk janë anije turke, janë anije të regjistruara në vende të ndryshme të botës, për arsye se janë anije në atë që Evropa e konsideron anije hije për flota hije e Rusisë, për arsye se flota hije e Rusisë. Që me fillimin e luftës, zakonisht anijet siguroheshin në Angli, në kompaninë Lloyd të Anglisë. Dhe me fillimin e luftës, Anglia refuzoi që të sigurojë gjitha anijet ruse. I refuzoi të sigurojë. Dhe në këtë moment anijet ruse u regjistruan dhe u siguruan për kompani të ndryshme që janë në vende të ndryshme të botës që e kanë këtë mundësi, këtë lloj sistemi për të garantuar. Dhe këto i quhen anije hije. Realiteti nuk është hije, pra janë anije që përkasin asaj të regjistruara diku tjetër me flamur të një vendi tjetër për arsye se ti nuk pranove të regjistrosh më. Pra dhe këtë po e shesin sikur janë anije, janë anije hije. Dietre. Dhe nuk i përkasin Turqisë, pra nuk ishin të regjistruar në Turqi, por në momentin që janë goditur, ato ndodheshin në ujërat e zonës ekskluzive ekonomike turke. Janë goditur me dronë në New York? Me dronë në New York. Ndodheshin në ujërat e zonës ekonomike. Po, nga Ukraina dhe shërbimet sekrete të Ukrainës e kanë marrë përsipër goditjen. Pra, e kanë marrë përsipër me deklaratë zyrtare të goditje. Dhe kjo përbën e para është një shkelje e madhe dhe një kërcënim i madh, sepse është hera e parë që sulmohen anije civile, sepse janë anije civile. Është sulmuar edhe një anije sot. Ajo anija sot transportonte vaj lule dielli në drejtim të Gjeorgjisë. E qartë. Pra, nuk ka pasur dëm si ato tjera, ka vazhduar rrugën, por problemi është tillë dhe për këtë arsye, e para ka ngritur shqetësim Turqia dhe Erdoani ka bërë një deklaratë që ka thënë që këto goditje janë të papranueshme dhe të pajustifikueshme. Kjo është deklarata zyrtare e Erdoanit. Sepse janë bërë në ujërat e zonës ekonomike ekskluzive të Turqisë. E qartë. Pra, dhe kjo cënon sigurinë, pra kjo do thotë, dhe në këtë zonë ekonomike siguria të bie ty përsipër, që është zona jote. Dhe nesër mundet Rusia të kërkojë dëmshpërblim Turqisë. Sepse unë të paguaj para që kalojnë këtë zonë, sepse ti kur kalon në zonën ekonomike, pra zona ekonomike është për te kufirit. Më kuptoni? Pra, zona ekonomike është për te kufirit. Kufirit shtetëror. E qartë. Dhe ama, kjo zona ekonomike që është përcaktuar e jotja ka një gjë që kushdo që kalon në këtë zonë është detyruar të paguaj para për këtë zonë. Sepse quhet e jotja pavarësisht për te kufirit. Dhe ndërkohë që të paguaj para për këtë, atëherë ti ke garantuar sigurinë. Ti s'ma garanton sigurinë, ti do të paguash para të mbrapsht. Pra këtu është gjë dhe kjo absolutisht për kjo mund të sjellë probleme të mëdha nesër për shtetet si Turqia, për shtetet si Bullgaria, që kanë për Rumaninë, gjithashtu pra, ky është problemi që ndodh me këtë. Dhe ajo që ka prodhon e dyta, që është kryesore, ajo është që me këto veprime idiote që po bën Ukraina dhe shërbimi sekret Ukrainas, i nxitur nga shërbimi sekret Amerikës, nga CIA dhe nga grupet të CIA-s dhe kryesisht nga MI5, nga shërbimi sekret britanik, pra, sepse shërbimi sekret Ukrainës është gjithë nën kontrollin e CIA-s dhe të shërbimit sekret britanik. Ata kanë ngritur nga e para, ata e komandojnë, ata e drejtojnë, ata i bëjnë gjitha. Dhe këto veprime janë nën kuadër të tyre. Këto janë veprime idiote, të cilat çojnë në tentativë për të prishur çdo lloj bisede për paqe midis amerikanëve dhe rusëve. Dhe ajo çka është më e rëndësishme është që këtë do japin nesër me këtë lloj sulmesh që bëhen, sepse këto sulme bëhen nga Odesa, i jep nesër të drejtë Rusisë të thotë që neve duhet patjetër ta marrim Odesën, që të garantojmë këtë. Dhe nesër, ti po vazhdojmë me këto sulme atëherë, unë garantoj që as Turqia dhe as një vendi do thotë që okay, jemi le të merret, më mirë ta marrin ta në kontroll sepse ti nuk ke më garanci të anijeve. Dhe mund shkohet në Odesa dritan në këto ritme, nëse Ukraina nuk pranon planin. Nëse Ukraina nuk pranon planin, nuk merren vesh, nëse nuk merren vesh palët, të ulen tavolinë, nëse ukrainasi të vazhdojnë të dëgjojnë evropianët, gjithë kjo do të shkojë nesër në marrjen e Odesës. Dhe këto veprime e detyrojnë nesër marrjen e Odesës. Pra për këto veprime ju jepet justifikim, me këto veprime ti jep justifikim nesër Rusisë që thotë që shkojnë në Odesë. Për çështjet garancisë detare, unë do ta marr edhe Odesën. Garancisë në detin e zi, fjalë. Detin e zi, po pra për detin e zi. Dhe ti s'ke çfarë bën, dhe ti nuk ke çfarë thuash, çfarë do thuash? Nuk ke drejt. Dhe do përdoret ky si justifikim. Absolutisht, në rast se vazhdojnë këto sulme, thash edhe sot kishte një tjetër, pra në rast se vazhdojnë këto sulme, atëherë ky është një justifikim që jepet Rusisë për të sulmuar. Pra të gjitha veprimet për ta bllokuar daljen e Ukrainës në detin e zi. Absolutisht, të gjitha këto veprime që po bëjnë ukrainasit me direktiva të CIA-s, me direktiva të shërbimit sekret anglez dhe me direktiva të evropianëve
po i shërbejnë interesave ruse, nuk po i shërbejnë askund interesave të Ukrainës. Ukraina po shkon drejt zhbërjes, në rast se u mbet edhe Odesën, Ukraina po shkon drejt zhbërjes. Nuk ka vlerë geostrategjike. Nuk do të ekzistojë më nesër si shtet, më besoni. Do shkoj drejt një zhbërje totale, sepse në rast se do humbi edhe Odesa, të jeni të bindur që të gjitha vendet e tjera që janë në kufi me Ukrainën, secila do të marrë pjesën e vet që pretendon që u kanë marrë ukrainasit. Rumunët do të kërkojnë pjesën e tyre që laget nga deti Danub, dhe jeni të bindur që unë jam i bindur që rusët nuk do të hynë lumi Danub. Po nga lumi Danub. Jam i bindur që rusët nuk do të hynë në territorin që laget nga lumi Danub, sepse atje është e banuar me rumun. Ka qenë e banuar me hebrej para luftës së dytë botërore. Po gjatë luftës së dytë botërore, rumunët u bën pjesë e boshtit nazifashist me Gjermaninë dhe Hitleri u dha atë zonë që e quajtën Besarabia dhe ç'a bën? Pasi vran 200.000 hebrej, rumunët atje e populluan me rumun. Dhe sot janë populluar me rumuna ai territor. Dhe e merr Rumania. Absolutisht atë vend, jam i bindur që nesër me marrjen e Odesës, rusët do të bëjnë një marrëveshje me rumunët, thonë merreni ju këtë territor dhe rumunët do ta marrin me shumë qejf territor. Pra, një vend i NATO-s nesër do bëj pazar për të marrë territor në Ukrainë dhe kështu Ukraina do të hahet si qend nga këto vendet e NATO-s që ky general italian sot po thotë që ta sulmojmë Rusinë. Pra po japin arsye Rusisë për të vazhduar luftën, për të vazhduar luftën dhe për të bërë gjithçka. Pra për të arritur qëllimet e tyre. Prandaj po them që këto janë deklarata dhe veprime të papërgjegjshme dhe të palogjikshme në këtë pikë të luftës jemi. Nuk është se kemi parajmor, Dritan. Nuk ndryshon gjë, po tush problemi. Pra, këto nuk ndryshojnë gjë në rrjedhën e luftës. Ti nuk e pengon Rusinë, ti vetëm i vazhdon të japësh atij arsye të më tutjeshme që ai të vazhdojë të mbajë të njëjtin qëndrim. Sepse s'ke kapacitete që ta ndalësh. Aq më tepër një aleat si Turqia të paktën për Turqia është një aleat kryesor dhe prandaj po them që kur Erdoani dje u detyrua të bënte një deklaratë zyrtare, pra që ky sulm deklaroi zyrtarisht në median turke në TRT-n që ky sulm është i papranueshëm dhe i pajustifikueshëm, pra edhe turqistë e ke lënë pa du, pra e ke lënë pa ja ke ngritur duart për pjetë s'ka ç'a bën nesër. Dritan, ndërkohë duket se le të themi edhe Izraeli po parajmëron atë që ne në këtë studio parajmëruam për sa i përket Sirisë, fakti që Siria mund të kolapsojë nën një kaos të xhihadistëve, pak a shumë kjo është termi që përdoret se po e përkthej nga anglishtja. Dhe këtë e thot shërbimi sekret izraelit. Ka shumë mundësi thot që të ketë një përpjekje për të ekzekutuar presidentin sirian Ahmed al-Shara nga këto fraksionet opozitare. Nëse ai, domethënë, ekzekutohet, grupet ekstremiste si ISIS mund të marrin kontrollin e Sirisë. Ajo që të bën përshtypje është që tjetër gjë, na thot nuk është kjo regjia. Ka një deklaratë të Trumpit nëse është e mundur, një deklaratë Trumpit i cili e vlerëson jashtëzakonisht Ahmed Sharën dhe ja ku jemi shumë të kënaqur me rezultatet, punën e tjerë, çfarë po ndodh në Siri, nga Izraeli vijnë lajme që mund të ndodh kjo. Trump thot fjalët më të mira për Ahmed Sharën, pra në çpik po shkojnë. Ju pak përpara tha që ne kemi përmendur në këtë po e kemi përmendur këtë dhe kam thënë që interesi i Izraelit është që Rusia që Siria të shkojë në kaos dhe në këtë kaos Izraeli të justifikohet për interesat të mbrojtjes territorit vet, edhe për interesat të mbrojtjes të një komuniteti të cilët e kanë humbur me kohë ndjenjën e tyre kombëtare, siç janë druzët në Siri, të justifikojnë mbrojtjen e tyre dhe të hyjë dhe të marrë nën kontroll territorin e Sirisë, pra të bëjë atë zgjerimin biblik që këta pretendojnë t'i bëjnë Izraelit. Dhe ky zgjerim nuk ka një rrezik të tillë në Siri aktualisht, është e pamundur që këto grupe të arrijnë të marrin pushtetin ose të vrasin Ahmed al-Sharën, është pothuajse e pamundur, nuk arrin ta bëjnë këtë. Amerikanët e kanë bërë të qartë edhe me disa veprime të tyre ushtarake bën para një jave në Idlib duke që folën, po deklaratën e Trumpit. Por problemi i izraelitëve është sepse izraelitëve tashmë u kanë mbetur sharra ngosht. Izraelitët para 2 ditësh kam edhe një hartë aty regjia në Siri dhe bën një sulm në një qytet e cila i përket Damaskut, pra është një nga qytetet në rrethinat e Damaskut që quhet Bendjin. Me të nda atje, me pretekstin për të arrestuar 2 antarë të Bendjin.
Ky territori që shihni. Kjo që shihni kështu, kjo është kufiri ku janë vendosur tashmë që kanë marrë në kontroll forcat izraelite. Ky territori. Bejgjini ndodhet më tan këtij territori, siç e shihni. Po. Këtu. Është një që i përket Damaskut, pra, si qytet Damasku, po. Bejgjin, Mali Hermon. Mali Hermon ku janë vendosur izraelitët dhe gjithë ato. Dhe izraelitët bën një sulm në ora 2 Kur ndodhi kjo në ora 3:10 të natës para 2 ditësh, në Bejgjin për të arrestuar me pretendimin të arrestonin 2 antar të Xhihadit Islamik të Sirisë, që është një grup që i përket Hamasit sipas tyre. Po. Kishin bërë edhe më përpara disa arrestime kishin edhe më përpara kishin hyrë në Bejgjin, kishin arrestuar disa qytetarë të tjerë. Në total kanë bërë disa inkursione ushtarake në këtë mënyrë izraelitët në territorin e Sirisë, ku kanë arrestuar aktualisht diku rreth 64 qytetarë sirian dhe i mbajnë të arrestuar pas një lloj akuze sot. Tu janë brenda territorit sirian. Brenda territorit sirian. Bejgjin drejton do thotë shtëpia e xhindëve. Po, këtu është territori, pra këtu është kufiri. Siç e shihni, kufiri izraelit është ky. Po. Kjo pjesa është që e kishin si tampon zonë? Jo, kjo pjesa e kishin izraelitët në marrëveshjen e 1974 pas luftës të Yom Kipurit, e kishin zënë dhe e mbanin të pushtuar këtë pjesën. Po. Pra këtu janë lartësitë Golan. Kjo pjesë. Aty janë lartësitë Golan, po. Dhe pasra Asadi, izraelitët ç'a bën? Në Siri dhe e shtyn dhe kanë shtyrë edhe në këtë territorin tjetër. Pra kanë marrë edhe këtë territorin tjetër, siç e shihni kjo. Që shkon deri në kontrollin e Sirisë. E Izraelit. Bejgjini, pra shtëpia e xhinëve është ai duhet ishte shtëpia e xhinëve Beitul Xhin, por nuk është Beitul Xhin. Beitul. Po. Beitul i thon shtëpia, po Xhin. Nuk është gjithsesi po ta marrim. Është kjo Bejgjin ndodhet për te territor, pra është këtu Bejgjini. Dhe ndodhi një inkursion ora 3 natës për të arrestuar edhe 2 persona. Po. Hera e parë në këtë inkursion që popullata këtu në Bejgjin u angazhua, organizua dhe sulmoi forcat izraelite që kishin hyrë këtu. Popullata vet. Po, popullata vet. Jo ushtria zyrtare. S'ka forca këtu, nuk ka forca ushtarake dhe policore siriane. Ushtrisë siriane. Ka një marrëveshje dhe me ndërhyrjen e amerikanëve, forcat e Sirisë nuk ndodhen fare në këtë territor për të mos acaruar situatën midis Sirisë dhe Izraelit. Pra s'ka në territor fare forca të ushtrisë ose të xhihadistë ose s'ka asnjë forcë ushtarake siriane që i përket Sirisë së sotme. Dhe popullata u angazhua dhe pati 3 orë luftë. Në këtë 3 orë luftime mbetën 22 ushtar izraelit të plagosur së bashku me 4 oficer. 22 ushtar izraelit duke u përplasur me popullatën, jo me ushtrin. Me popullatën. Dhe ç'a bëri? Për të tërhequr këta në mënyrë që sepse mbetën të rrethuar, atëherë ushtria izraelite përdori aviacionin. Dhe aviacioni goditi dhe vrau 15 qytetar dhe plagosi 22 të tjerë. Në këtë territor. Civil, në këtë territor. Dhe arriti në fund që forcat të tërhiqeshin, se ishin mbetur pa arritur objektivin drejtën. Pa arritur asnjë objektiv. Dhe pas kësaj situate, Izraeli ka dalë me deklaratën që këtu janë grupe terroriste dhe këto grupe terroriste përmbajnë për arsye. Por kjo u hodh poshtë edhe nga qeveria siriane, po edhe nga amerikanët u hodh poshtë që menjëherë po. Absolutisht. Pra ishte tentativë e izraelitëve dhe izraelitët po mundohen në të gjitha format dhe mënyrat që të ngrejnë këto grupe xhihadiste, pra për t'i dhënë dhe këto veprime, këto inkursione ushtarake bëhen në mënyrë për t'i treguar dhe edhe deklaratat politike që bën Izraeli i bën për t'i nxitur grupe xhihadiste që shiko, Ahmet Ashara nuk kontrollon dot asgjë, se ne fshime bëjmë çfarë duam. Por ama hera e parë që popullata u ngrit. Pra këtu ka ndryshuar tashmë struktura e sigurisë. Pra deri më sot kemi një ndryshim tjetër të rregullave të kushteve të përdorimit të luftës në këtë territor. Deri më sot Izraeli bënte çfarë donte dhe ajo çfarë mund ta kundërshtonte Izraelin ishte grupet xhihadiste ose qeveria e Damaskut. Sot nuk janë mas grupet xhihadiste as qeveria e Damaskut, por është popullata dhe kjo e tremb Izraelin dhe prandaj Izraelit i intereson patjetër kaosi dhe po thotë që grupet xhihadiste pra, por nuk qëndron ajo, sepse kur popullata organizohet. Dakor. Atëherë kemi një unitet, po këtu është problemi, sepse këtu ka sunit dhe shit në këtë vend. Në këtë vend. Ka sunit dhe shit. Dhe sunitët dhe shiitët u bën bashkë në këtë qytet dhe luftuan kundër Izraelit. Pra për herë të parë ndodh në Siri që sunitët dhe shiitët bëhen bashkë kundër Izraelit dhe është popullatë civile unitare. Dhe këtu kemi një unitet për herë të parë dhe ky unitet e frikson Izraelin. Pra do të thotë që Izraeli nuk mundet më të marrë territore, ta heqi nga mendja që mund të hyjë dhe të marrë territore të bëjë si të dojë por i duhet patjetër rrëzimi i qeverisë tamam sepse kur ti ke një unitet në popull, automatikisht ky unitet mund të shfrytëzohet nga qeveria dhe qeveria të bëhet edhe më e qëndrueshme. Dhe qeveria ka mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës.
Po kjo është ajo që prandaj Izraeli mundohet të Izraelit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Prandaj Izraeli mundohet me të gjitha format dhe mënyra që ta zhbëjë këtë gjë. Dhe a mund të jetë skenari se kur thot mund ta vrasin fraksionet opozitare, a mund ta ekzekutojnë agjenturat izraelite? Ata po mundohen të bëjnë të gjitha mënyrat për ta realizuar këtë. Dhe kur shërbimet izraelite, shërbimet sekrete të çdo vendi paralajmërojnë një ndodhi që do ta bëj këtë nesër, atëherë këta e kanë nisur procesin dhe nesër duan të që thonë që ne e thamë që këta do ta bënin. Por këto janë procese që mund të ndalen. Deklarata e Trumpit këto janë procese që mund të ndalen sepse pas kësaj deklarate kemi deklaratën e Trumpit. Po, menjëherë deklarata e Trumpit ka ardhur pas deklaratës izraelite. Po, e ka parasysh kronologji. Amerikanët po e bëjnë edhe publike. Që po garantojnë ata me çarën, e garantojnë ata qeverinë dhe po i thonë izraelitëve që për sa kohë jemi ne këtu ju nuk prekni. Pra kjo është e gjitha. Po punojmë për ta bërë që qeveria e Sirisë vazhdojë të bëjë atë që sot në qeverinë izraelite neve kemi Izraeli është një shtet nazifashist dhe në krye të qeverisë kemi një sekt nazifashist pervers sionist që quhet sionizëm, të cilët janë njerëz të luajtur mendsh totalisht dhe këta mund të bëjnë çdo lloj veprimi të arritur dhe këta mund edhe ta kundërshtojnë. Po Trumpi e thot duhet patjetër dhe këtu duket sikur këshillon Izraelin, është shumë e rëndësishme që Izraeli të mbajë një dialog të fortë dhe të vërtet me Sirinë në mënyrë që asgjë të mos ndodhë, të interferohet me evolucionin e prosperitetit shtetit prosperues. Por pa kjo është. Pra këto veprime të Izraelit. Është mesazh për Izraelin. Absolutisht është mesazh për Izraelin për këtë veprim që bëri, që po tenton në të gjitha format dhe mënyrat, por përveç kësaj të Trumpit, erdhi edhe thash veprimi i parë unitar i popullit kësaj radhe. Dakor. Dhe për këtë arsye izraelitët tashmë janë ndodhur në një pozitë shumë të keqe. Pra e para s'kan as mbështetje e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe e dyta po hasin një dhe veprimet e tyre po sjellin të njëjtën gjë që sollën në Gaza. Pra, veprimi i tyre në Gaza, pra veprimi i tyre i çmendur, genocidi, vrasja, përdhunimi, gjithçka që ata bën në Gaza, u ngrit gjithë popullata e botës kundër tyre. Të njëjtën gjë, gjitha veprimet e tyre të papërgjeshme, fashiste, nazifashiste që po bëjnë ndaj Sirisë, po detyron popullatën Siri që të unifikohet. Po edhe Amerikën, sepse thot kjo është vetmja rrugë për të arritur atë që quhet paqe. Unë uroj që izraelitët le të vazhdojnë me këto idiotësira, sepse sa më shumë të bëjnë këtilla budalliqe, aq më shumë do të unifikohet popullata dhe aq më e pakët do të jetë nesër mundësia e Izraelit për të arritur zgjerimin e tyre biblik. Ndërkohë, Dritan është kërkuar, le të themi, Netanyahu ka kërkuar falje tek presidenti vitin që ka vit elektoral, po e lexoja tek Jerusalem Posti. Pra, në kuptimin politik, si e shikon fundin e Netanyahut? Unë nuk shoh në fundin e Netanyahut. Nisur nga paralajmërimi që i bën Trumpi në mënyrën se si e akuzon pavarësisht se nën rreshta e akuzon Izraelin që mund të po tenton të prish atë që mezi po arrim dhe faktin që vetë Netanyahu ka kërkuar falje. A mendon se do ta fal presidenti Herzog? Nuk e di se çfarë do të bëjë Herzogu, nuk hy në këtë aspekt, por di një gjë që si e fali, si nuk e fali Netanyahu nuk bie nga pushteti, për arsye se 80% e shoqërisë izraelite është e shplar nga truri dhe është një shoqëri nazifashiste. Pra kanë përkrahur dhe vazhdojnë të përkrahin çdo lloj veprimi genocidial dhe vrasës të shtetit nazifashist të Izraelit në Gaza. Dhe këta njerëz, kushdo që të vijë po thua, nëse vjen opozita, absolutisht edhe nëse vjen opozita dhe opozita nuk ka qenë asnjë moment kundër asaj çfarë Izraeli ka bërë në Gaza. Ndërkohë Trump e ka ftuar Netanyahun sërish në shtëpinë e bardhë. Po për mua nuk ndryshon gjë. Dhe jam i bindur që Netanyahu nuk do të humbasë zgjedhjet. Pra në çfarë do lloj zgjedhje që të shkojnë në Izrael, Netanyahu do të rifitojë sërish, sepse Netanyahu është përfaqësimi më i qartë, pra është pasqyra e një shteti nazifashist. Dritan, e kemi diskutuar në fakt, po para dje ose pardje pas që droni i parë luftarak i Turqisë, Bayraktar Kizil Elma, është bërë mjeti i parë fluturues pa pilot që kryen me sukses një sulm me raket aer-aer me rrezet gjatë ndaj një objektive aeror të motorizuar me reaktor. Tani këtë pjesën do ma shpjegosh ti çfarë është, për çfarë bëhet fjalë, cila është rësia? Nuk ka ndonjë rësi në aspektin e industrisë
ushtarake botërore, ka njërisin aspektin e industrisë ushtarake turke, pra një avion pa pilot, për herë të parë në industrinë ushtarake turke, arrin të godasi me raket një objektiv tjetër në lëvizje sipër. Pa ky është sukses për Turqin, se vendet e tjera e kanë këtë një avion pa pilot që me rrezet gjatë që... Po, Amerikanët kanë M-19 në Reaper që është që godet në gjithë botën, pra ai që vrau Qasem Soleimani, pra nuk është se, pra, po kjo është vetëm për turqit, pra turqit e kanë arritur për herë të parë këtë. Kurse gjithë pjesa tjetër e botës e ka, kinezët e kanë, rusët e kanë, turqit e kanë, pra këta amerikanët e kanë. Kjo e fut Turqin, le të themi, e fut Turqin në klubin e vendeve të cilat posedojnë dron, të cilët mund të godasin me raket, pra. Me rrezet gjatë, çfarë do të thotë? Me rrezet gjatë veprimi, pra është mbi 250 kilometra. Që do të thotë që avion të tillë pa pilot, shiko, avioni mund të lëshojnë raketa. Avion të tillë pa pilot mund të lëshojnë raketa, pra edhe avion të tjerë lëshojnë raketa, pra edhe bajraktarët lëshojnë raketa. Po për herë të parë ky avion lëshon një raketë me rrezet gjatë veprimi. Bajraktarët lëshojnë raketa me rrezet shkurtër veprimi, as me rrezet me kurse ky me rrezet gjatë veprimi. Domethënë ky lëshon një raketë mbi 250 kilometra largësi. Pra raketa mund ta godasë objektivin deri në 250 kilometra larg e tutje. Është ndryshe nga fjala vjen, ajo që duhet kuptoj Dritan është fjala vjen F-35 apo avionët që janë me pilot. Shikoj, njëjta gjë është. Pra, duhet kemi një gjë parasysh. Është e njëjta gjë. Si vlerë, si vlerë monetare. Si vlerë monetare, pothuajse është e njëjta gjë në aspektin e asaj. Problemi është që kur ti ke piloti, shtohet edhe vlera e pilotit. Dhe edhe ky avioni komandohet, pra ka një pilot, po piloti i këtij rrin tokë. E qartë. Pra piloti i këtij rrin në tokë. Dhe ky e ka hapësirën e fluturimit, largësinë e fluturimit i ka të limituara sepse ka gjithçka me telekomandë. Pra në rast se ky avioni ta zëm do të fluturonte 3000 kilometra, avioni pa pilot mund të shkojë 10000 kilometra sepse ka pilotin sipër dhe nuk ka, po ky shkon 3000 kilometra sepse aq është distanca e komandës, pra e valës të telekomandimit. E valës komandimit, po. Pra kurse avioni me pilot nuk ka valë telekomandimi, avioni me pilot bën manovra më të ndryshme sepse manovrat i bën piloti direkt dhe e përllogarit manovrën, e përllogarit gjithçka, kurse ky nuk bën manovra ndryshme dhe është detyruar të fluturojë në lartësira të cilat nuk e rrezikojnë atë, të mos bëjë manovra të cilat e rrezikojnë për arsye se nuk mund të dalë pasi piloti ndodhet në tokë dhe nuk e shef në qartësi, pra monitoron terrenin nëpërmjet kamerave që ka, nëpërmjet kamerave që ka avioni. Pra nuk e monitoron terrenin të plot 360 gradë me sy siç është piloti në kabinë që ndodhet. Pra këtu është ndryshimi. Dhe e dyta, e treta është që fundi fundit këto janë e gjitha ky ka aparatura të cilat marrin komandë. Pra në një moment caktuar këto aparaturat mund mos marrin komandë, në moment që nuk marrin komandë avioni bie, pra nuk mund të hyrësh manualisht. Kurse avioni me pilot ka një gjë që në këtë moment mund të shkëpusi komandat elektronike dhe elektrike dhe mund ta marrë në mënyrë manuale avionin ta drejtojë në mënyrë manuale, pra piloti. Pra këtu ndryshon gjithçka dhe kapacitetet e tij janë më të mëdha se kapacitetet e këtij që është pa pilot. Sigurisht. Por normalisht që kushtojnë më lirë këta pa pilot dhe është bërë për kosto efektive të luftës. Pra, ti mund të përdorësh të dhe edhe po orëzua ti nuk humb njeri, nuk humb sepse të humbasësh njeri është shumë e madhe. Po, nuk humb një njeri. Mos humbasësh një pilot. Po a ka kosto monetare një avion i tillë? Absolutisht që ka kosto monetare një avion i tillë, sepse varet nga aparaturat që ka, nga kapacitetet që ka, nga komandat që merr dhe nga lloji i armatimit që posedon. Që ka sigurisht sisteme kundërajrore që mund ta kapin këtë lloj avioni, Dritan, nuk është se është hyrë tek avionët e padukshëm, po themi. Jo, nuk di që hyn te avionët e padukshëm, por qëllimi i këtyre avionëve është i këtyre dronëve nuk është patjetër që të jenë padukshëm, për arsye sepse këta arrin të sulmojnë në distanca të caktuara, pra në territoret që janë edhe më tutje, në distanca të cilat ti ke nën kontroll. Pra këta nuk dalin jashtë mbrojtjes kundërajrore tënde, pra këta funksionojnë në rrjetin e mbrojtjes tënde kundërajrore. E qartë. Nuk dalin jashtë asaj që të rrezikojnë. Ti ke një mbrojtje kundërajrore e cila e ka kapacitetin tënd, rrjetin tënd të mbrojtjes, pra largësinë e mbrojtjes ta zëm, mbrojtja jote kundërajrore është 300 kilometra. Rreth. Në ato 300 kilometra shton 250 kilometra. Pra shton pra këtë shton, pra është më i sigurt në këtë aspekt. E qartë. Dritan, ndërkohë duket sikur është intensifikuar, le të themi, situata midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Venezuelës. Ka lajme që Maduro si është ofruar që të largohet nga Venezuela, ka qenë përcaktuar në deadline 28 ose 29 nëntor. Çfarë po ndodh në Venezuelë aktualisht? Në Venezuelë aktualisht Shtetet Bashkuara të Amerikës janë duke bërë ato që kanë bërë në Irak, në Afganistan edhe kudo tjetër, pra po kryesisht në Irak,
edhe ato që kanë bërë në Libi, pra po tentojnë të bëjnë një rrëzim, një ndryshim pushteti, pra atë të kundërtën asaj që deklaruan edhe Hegseth edhe Trumpi kur edhe në pushtet, që thanë që Amerika nuk do merret më me ndryshimet e qeverimit, ndryshimet e pushteteve, dhe kanë vazhduar dhe kanë nisur një ofensiv, ky është një manual i ligjeve të luftës, i bërë në vitin 2015 nga Departamenti i Mbrojtjes dhe i rinovuar në 2023. Në këtë manual përcaktohen veprimtaria e forcave ushtarake amerikane dhe ajo çfarë ka ndodhur aktualisht rreth Venezuelës është e gjitha në shkelje të këtij manuali dhe përbën krim lufte sipas këtij manuali. Po thua për goditjen e anijeve. Të gjitha goditjet e atyre varkave, se janë anije, janë varka. Janë varka? Po, goditjet e atyre varkave në det të hapur dhe për më tepër goditja edhe më pas, pra dhe vrasja edhe e të mbijetuarve përbën një krim të pastër, pra kemi një shqillë. Pra një nga pikat e manuali ka të përcaktuar me përse duhet të refuzojnë forcat ushtarake urdhrin. Po. Dhe në një moment caktuar thot antarët 18.3.2.1 thot urdhrat e jashtëligjshme. Që janë qartësisht jashtëligjshme. Janë qartësisht dhe përcakton dhe në fund thot, për shembull thot, orders to fire upon the shipwreck would be clearly illegal. Pra, urdhra për të goditur anijet dhe mbetet e anijeve, pra mbetet e anijeve, ajo që ka mbetur ajo, është totalisht e palishme. Dhe sipas rregullave ndërkombëtare përbën krim lufte. Pra ajo çfarë duhet duke bërë sot Trumpi dhe Pete Hegseth dhe gjithë forcat amerikane në Karaibe sot janë duke bërë krime lufte. Asgjë tjetër. Dakor, po kjo pastaj këtë e vendos gjykata. Atëherë këtë çdo vend nesër, çdo gjykatë, kjo është edhe pjesë e gjykatës ushtarake amerikane dhe të gjithë ata që kanë marrë pjesë në këtë, nesër të jeni të bindur me rënien e Trumpit nga pushteti? Po beson se urdhri është dhënë për të goditur anije që transportojnë drogë, se shfrytëzova se ishte një memo, nuk ka të bëjë fare, ajo memot nuk qëndrojnë mbi ligjet dhe mbi rregulloret. Kjo është një rregullore e miratuar, qartë e pastër. Memot që bëjnë 2-3 gjykatës që japin memo, por nuk mund ndjen lirë, nuk justifikon dot asgjë. Është e njëjta gjë me atë që ndodhi, memo kishte edhe Bushi për torturat e njerëzve. Por ama njerëzit që torturuan shkuan para gjykatës. Pra jemi në të njëjtën pikë. Jemi në të njëjtën pikë. Pra edhe atëherë ata justifikuan, kishte një memo e disa gjyqtarëve në Amerikë që justifikuan torturat që George Bushi bënte në Irak dhe kur dolën ato tortura dhe njerëzit që torturuan, nëse mbani mend, u dënuan më pas nga gjykata. Kur dolën ato fotot e Abu Ghraibit. Po, pra ata që bën e njëjta gjë. E njëjta gjë do të thotë. Hegseth është në sulm për këtë. E njëjta gjë pikërisht. Hegseth, unë mendoj që Hegseth për këtë që ka ndodhur, për këtë urdhra që ka dhënë, për këtë që ka ndodhur, për këtë që ka bërë, për këto vrasje që janë bërë, ai do të japi dorë, do largohet që andej. Për këtë që ka bërë. Absolutisht. Ndërkohë kalojmë te Venezuela drejt Venezuela, Trumpi ka grumbulluar diku të rreth 10.000 forca, nuk janë të mjaftueshme këto forca për të pushtuar Venezuelën, por janë mjaftueshme për të bërë një sulm ashtu siç mendon Trumpi, se mund të bëjë një sulm si në Panama. Pavarësisht se në vitin 2019 Instituti për studime Instituti studimeve ushtarake që është i përket forcave të armatosura të ushtrisë, mos e ngatrojmë Institutin për studime ushtarake që është institut privat, është një institut shtetëror, thotë Instituti i studimeve ushtarake të ushtrisë amerikane, ka bërë një analizë dhe një studim për çështjet e Venezuelës dhe ka përcaktuar që Venezuela pra nuk mund të shkohet të sulmohet Venezuela sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë kapacitete jo vetëm ta pushtojnë Venezuelën, por nuk kanë kapacitete as ta mbajnë atë pas hyrjes, pra the day after, që quhet ajo dita pas pushtimit. Dhe do i ndodhi një njëjta gjë që i ndodhi në Irak, vetëm se këtu do ndodhi në nivelet e Vietnamit. Pra Venezuela do të jetë një Vietnam i ri, ata mund ta vrasin Maduron, mund ta harxojnë Maduron, por çfarë do lloj personi që të vënë në vend Maduros, atëherë Venezuela do të shkojë drejt një fragmentizimi, pasi janë disa lloje organizatash që ekzistojnë në Venezuelë, kryesisht të majta, që operojnë në disa shtete. Se Venezuela është një shtet federativ, pra në disa shtete të Venezuelës,
Dhe këto janë jashtë kontrollit dhe jashtë territorit, jashtë kontrollit të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të çdo lloji opozite që mund vi aty, dhe ato do ta shfrytëzojnë mundësinë për të bërë luftë kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës, për arsye se janë organizata të majta, të cilat kanë luftuar, janë organizata marksiste-leniniste, të cilat gjithnjë kanë luftuar dhe e kanë konsideruar imperializmin amerikan si arsyeën kryesore të luftës së tyre ndaj vendeve në të cilat kanë luftuar, në Kolumbi, në Meksik. Në Meksik kemi shumë Tupac Amaru. Tupac Amaru janë forca enveriste, pra janë me ideologji enveriste. Tupac Amaru. Po, vazhdojnë akoma në shtetin e Tapjas në Meksik. Në Meksik. Po, kontrollojnë një pjesë të madhe të territorit atje. Janë marksiste-leniniste, por enveriste, me bazë enveriste, pra duan ndërtojnë një shtet si Shqipëria socialiste. Pra ky është ide. Si quhet ky grup dritan se Tupac Amaru. Tupac Amaru me ideologji enveriste të po, me ideologji interesant, duan ndërtojnë një shtet si Shqipëria. Po, një shtet socialist si Shqipëria. Shumë interesant. Dhe gjitha këto vende pra janë armiq të përbetuar të imperializmit amerikan, dhe në çdo lloj momenti që Trumpi do të çojë trupa në Venezuelë, të gjitha këto vende do të ndërhyjnë, pra do të marrin pjesë, gjitha këto grupe do të marrin pjesë në këtë mundësi që Trumpi po jep për të luftuar kundër imperializmit amerikan, dhe kjo do të shënojë fundin e hegemonisë amerikane edhe në oborrin e shtëpisë. Dritan, po në Nexta e pash, në rrjetin X, pash një lajm i cili thoshte që as Rusia, as Kina dhe as Irani nuk kanë ndërmend të bashkohen, le të themi, Maduros apo rezistencës së Maduros përballë Shtetit Bashkuar të Amerikës. Po, është vërtet, nuk ka për të bashkuar, sepse nuk kanë ndonjë marrëveshje për mbrojtje të përbashkët, kanë marrëveshje për bashkëpunim ushtarak, dhe në këtë marrëveshje për bashkëpunim ushtarak e kanë dhënë gjithë bashkëpunimin e mundshëm që ato mund t'japin në të gjitha llojet e niveleve. Pra kanë rritur kapacitetet ushtarake të Venezuelës, qoftë me avion, qoftë me raketa, qoftë me mbrojtje kundërajrore, qoftë me anije, qoftë me dron, pra secili sipas kapacitetet të veta dhe marrëveshjes që ka bërë me ta. Por nuk ka marrëveshje mbrojtje, pra kur do të thonë që në rast të një lufte nesër, rusët nuk do të hyjnë atje me trupa dhe as kinezët, por ama ajo çfarë do të ndodhi është që në rast të një lufte nesër midis Venezuelës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, rusët dhe kinezët nuk do të ndalen së dhëni informacione mbi gjendjen dhe vendodhjen e forcave amerikane edhe në det edhe diku tjetër, pra ajo që është zbulimi strategjik. Pasi rusët dhe kinezët, rusët dhe kinezët do bëjnë në Venezuelë atë çfarë Shteti Bashkuar të Amerikës po bëjnë sot në Ukrainë. Pra do t'i kthejnë me të njëjtën monedhë. Në Venezuelë. Absolutisht. Pra është një mundësi e artë për rusët dhe për kinezët që të angazhojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës do bëjnë gabimin më të madh të historisë tyre të angazhohen në një luftë me Venezuelën, është një luftë e cila do t'i mbajë ata të angazhuar njësoj si në Irak dhe do të ikin njësoj si nga Iraku me turp dhe si njësoj si nga Afganistani, edhe nga Afganistani, edhe nga Vietnami, edhe nga Iraku, do ku kanë hyrë pas luftës së dytë botërore, amerikanët janë larguar me turp, por ky turp kësaj radhe do të thotë fundi i hegemonisë amerikane dhe i Shtetit Amerikës. Dritan, ajo që më bëri përshtypje është që shoh që një nga vendet e azilit për Maduron, që mund të jetë e gjitha, flas çfarë kanë mediat dhe unë nuk është se po i trajtoj seriozisht sepse shpesh bijem dhe pre propagandës në nivele të tilla, por më bëri përshtypje që një nga shtetet e azilit ishte Turqia dhe Irani që mendohej për Maduron, të paktën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shiko, jo dua të kuptoj lidhje ka Turqia me Venezuelën. Nuk ka asnjë lidhje, po të gjitha këto janë propagandë bërë nga mediat që janë në shërbim të shërbimeve sekrete amerikane dhe që nxjerrin këto idera për të gjerë, por unë mendoj që kjo nuk ka afrohet fare. Ko lufte nuk kemi çfarë të bëjmë, Dritan. Dhe shiko, aktualisht Lenini kishte një shprehje. Lenini thoshte që luftën e fiton propaganda. Këtë gjë e kuptoi qartësisht, e kishte kuptuar Goebbelsi, asnjë vend tjetër në atë kohë, dhe Goebbelsi e bëri propagandën në nivelet më të larta. Po. Ndërsa tashmë pothuajse kanë kuptuar pjesa më e madhe e shteteve, pra edhe kryesisht evropianët, amerikanët, anglezët, perëndimorët, kinezët po ashtu, edhe rusët po ashtu, e kanë kuptuar dhe secili bën propagandën në mënyrën e vet. Dhe ne jemi gjithë pjesë e kësaj lufte dhe jemi në atë që quhet, shikoni, ne kemi hyrë në një fazë final, në fazën finale të zhvillimeve luftarake në botë, është ajo që quhet niveli 5 i luftës, niveli 5 i luftës. Niveli 5 i luftës është niveli më modern i luftës, në cilën thotë qytetari nuk e merr vesh nëse është pjesë apo jo e luftës, ndërkohë që është pjesë e luftës për arsye të propagandës.
Nuk e kupton. Pra, aktualisht Ky është neve niveli të gjithë, 5. po, niveli 5 i luftës. Aktualisht neve të gjithë jemi duke përtypur këtë propagandë, jemi bërë pjesë e saj. Kemi hequr dorë nga hallet tona të përditshme, kemi hequr dorë nga zhbërja e dheu ton, nga shitja që politikanët po i bëjnë atë dheu ton, majtas dhe djathtas, dhe jemi futur të gjithë me kokë, dhe të gjithë me zor presin se çdo të ndodhi në Ukrainë ose se çdo të ndodhi në Venezuelë, kur asnjëra dhe tjetra nuk kanë prekën, nuk kanë bëjnë fare me neve.